A ke ndjerë ndonjëherë se diçka nuk është në rregull? Jo dhimbje, jo sëmundje, por thjesht ndryshim. Si lodhje pa arsye, mungesë fokusi, rënje e energjisë. Thua, ndoshta jam lodhur. Po pse çdo ditë? Pse edhe pas pushimeve? Pse nuk e njeh veten në pasqyrë si dikur? Nëse je mbi 25 vjeç, kjo video është për ty dhe mund të jetë videoja që të ndryshon jetën. Pas moshës 25, trupi yt fillon të ndryshojë pa të paralajmër. Jo sepse je duke u plakur, por sepse biologjia në heshtje po ndryshon marshin. Metabolizmi fillon të ngadalësohet, duke djegur më pak kalori, edhe nëse ushqehemi si më parë. Testosteroni dhe estrogeni bien gradualisht, ndikuar në energji, humor dhe performancë fizike. Kortizoli, hormoni i stresit, fillon të ketë luhatje që ndikojnë tek gjumi dhe rritja e yndyrnave abdominale. Kolagjeni fillon të ulet me një çdo vit, duke ndikuar tek lëkura, nyjet dhe indet lidhore. Pra nëse ndihesh më i lodhur, më pak energjik, me luhatje humori ose me probleme gjumi, kjo është arsyeja. 70% e personave mbi 25 vjeç kanë nivele të ulta të vitaminës D, e lidhur me lodhjen, depresionin dhe sistemin imunitar. Më shumë se 60 kanë mungesë të magnezit, mineral ky që ndihmon mbi 300 procese trupore. Një në çdo 3 persona ka inflamacion kronik të heshtur, pa simptoma të qarta, por me pasoja afatgjata, sëmundje zemre, depresion, infertilitet, lodhje kronike. Po pse nuk na e thot kush këtë? Sepse shumica e njerëzve nuk bëjnë analiza pa simptoma. Dhe shumica e mjekëve nuk testojnë gjërsi, por presin derisa të ndodhë diçka. Luanit nuk i ndodhi asgjë dramatike. Nuk pati aksident. Thjesht ndjeu se po bëhej versioni 60 i vetës së tij. Filloi me testime të thjeshta, analizë gjaku të avancuar, vitaminë D, test kortizoli. Zbuloi mungesë të vitaminës B12, D3 dhe inflamacion të rritur në trup. Brenda 6 javësh, me suplemente, ndryshim të dietës dhe ushtrime të lehta, nisi rritja e fokusit, gjumit dhe energjisë. Nuk kishte nevojë për ilaçe. Kishte nevojë për dije. Në pjesën e ardhshme do të zbulojmë si të lexosh trupin tënd me analiza që mund të bësh edhe në shtëpi dhe si të krijosh rutinën që nxit rigjenerimin biologjik. Shtoje këtë video në Watch Later. Bëj like, subscribe dhe shkruaj në komente. A ke ndjerë dhe ti ndryshime pas moshës 25? Në pjesën e parë zbuluam si ndryshon trupi pas moshës 25 dhe pse shumë nga simptomat që ndjejmë nuk janë rastësi, por sinjale. Tani do të mësojmë si ti kuptosh ato sinjale dhe si të marrësh kontrollin me analiza praktike dhe strategji të thjeshta që mund të ndryshojnë jetën tënde. Ka disa analiza të thjeshta që mund të të tregojnë më shumë për trupin tënd se sa një vit i tërë vizitash mjekësore. Dhe shumicën mund t'i bësh vetë. Vitamina D3, test gjaku. Nëse je poshtë 30 ng, mund të ndjesh lodhje, dhimbje muskujsh, gjumë jo të thellë. Vitamina B12 dhe folati, të domosdoshme për energjinë dhe sistemin nervor. Nivelet poshtë 400 pgm duhen korrigjuar. Kortizoli i mëngjesit, me test gjaku ose pështyme. Nëse është shumë i ulët ose shumë i lartë, gjumi, stresi dhe yndyra abdominale ndikohen. SARPRS, proteina SAR aktive, e ndjeshme, tregon inflamacionin e heshtur. Sa më afër zeros, aq më mirë. Ferritina, depo e hekurit, sidomos për gratë. Nëse je poshtë 50 ng, mund të kesh rënje flokësh dhe lodhje. Magnezi, rëbëso magnesium, analiza më e saktë për këtë mineral jetësor. Tani që i ke të dhënat, çfarë mund të bësh? Këtu fillon fuqia jote. Drita e diellit në mëngjes, 5-10 min, rregullon ritmin cirkadian dhe ndihmon prodhimin natyral të vitaminës D dhe serotoninës. Mëngjesi me proteina yndyra të shëndetshme, jo sheqer, jo vetëm kafe. Cervezë, avokado, pak perime, karburant për tru dhe trup. 30 minuta lëvizje çdo ditë, nuk duhet palestër. Një ecje dinamike në natyrë, pak ushtrime me peshë trupore, ndihmon qarkullimin, oksigjenimin dhe gjumin. Suplemente bazike, D3, 2000, 4000 judit, magnez glicinat ose treonat, omega 3, EPA-DHA, vitamina B kompleks, aktivizuar, B6, B9, B12. Gjumi si prioritet, ora fiket një orë para gjumit. Errësirë totale në dhomë. Temperatura e ulët 18-20 sa. Video tregon historinë e Elës, 32 vjeç, që për vite ndjente lodhje, peshë të tepërt dhe pa motivim. U ndje sikur po plakej para kohe. Pasi ndoqi këto hapa për 90 ditë, nisi të rigjej vetveten. Flokët i filluan të forcohen, gjumi i thellohej, humor më i qëndrueshëm. Sot ndihet më mirë në 32 sesa në 22. Elës nuk ju desh një mjek i famshëm.
thjesht vëmendje, durim dhe veprim. Në pjesën e fundit do të shkojmë edhe më thellë, si të rindërtosh trupin tënd nga brenda, cilat janë 5 gabimet më të zakonshme që të lodhin pa kuptuar, dhe si të krijosh një plan vitaliteti për një vit të plotë. Ka nga ata që lodhen lehtë, harrojnë shpejt, flen shumë por zgjohen të lodhur. Pastaj ka të tjerë që edhe pas 30 vitës janë plot energji, lëkurë të shndritshme, mendje të qartë. Sekreti nuk është gjenetika. Është mënyra si ata e rigjenerojnë trupin nga brenda. Në këtë pjesë finale do të zbulojmë 5 gabimet e zakonshme që sabotojnë trupin tënd, si të ushqesh zorën, trurin dhe mitokondrit, dhe një plan të thjeshtë për të rindërtuar trupin tënd për 12 muajt e ardhshëm. 1. Kafe me stomak bosh çdo ditë, rrit kortizolin, ul sheqerin në gjak më vonë, çon në ankth dhe lodhje. 2. Mungesa e proteinës në çdo vakt, trupi s'ka me çfarë të rindërtojë qeliza, hormone, enzima. 3. Gjumi pa rregull, në 7 orë, trupi nuk detozon mendjen. Rrit inflamacionin. 4. Sheqer të fshehur në ushqime të shëndetshme, muesli, kosfrutash, biskota me ndrithëra. 5. Mungesa e rutinës për zorën 80 dhe imunitetit është atje. Nëse zorët janë toksike, çdo gjë bie. Zora, baza e gjithçkaje. Një lugë gjelle uthull molle para vakteve. Një burim i fermentuar në ditë, kos, turshi, kefir, kimchi. Fijet prebiotike, hudhër, qep, asparagus, banane të papjekura. Mitokondrit, centralet e energjisë, ushqime, boronica, brokoli, salmon, vaj ulliri. Suplemente, koq 10, PCC, kreatin, po, edhe për gratë, B2, B3. Aktivitet, 2 ditë aktivitet intensiv, 3 ditë kardio të lehtë. Truri, mbretëria e fokusit, meditim 5 min në ditë. Lexim para gjumit në vend të telefonit. Një ditë në javë detox digital pa rrjete sociale. Muaj 1-3, fokus të gjumi, vitamina D dhe heqja e sheqerit të shtuar. Muaj 4-6, suplemente mitokondriale, aktivitet fizik konstant. Muaj 7-9, rregullim i zorës dhe tretjes. Fillon të blesh ushqim për shëndet, jo për shije. Muaj 10-12, meditim, ndjekje e pasioneve dhe krijimi i një vizioni të ri për jetën. Nuk ka asnjë ilazh që ta bën këtë për ty, por ka një trup që pret vetëm një gjë, që ti të kujdesesh për të. Shëndeti pas 25 nuk është rastësi. Është zgjedhje. Na trego në komente, cilën nga këto do ta fillosh e para. Kliko subscribe për më shumë strategji të thella për trupin, trurin dhe jetën tënde.